Banka Botërore në bashkëpunim me Instat ka realizuar anketën e migracionit 2024 duke analizuar largimet nga vendi, arsyet, pritshmëritë, cila gjini migron më shumë, pesha e tyre në ekonomi e të tjerë. Nga të dhënat e analizuara duket se emigrimi prek kryesisht moshat më aktive. 4 në 5 migrant janë larguar në moshat 15 deri në 34 vjeç, ndërsa profili përgjithshëm del kryesisht meshkuj në moshë pune dhe me nivel të mesëm aftësish. Kjo do të thotë se një pjesë e madhe e atyre që ikin jashtë janë të rinj që sapo hynë në tregun e punës ose janë në kulmin e produktivitetit. Gratë përbëjnë 25.3%, ndërsa meshkujt 74.7%, duke e bërë emigracionin një fenomen kryesisht mashkullor. Në këtë tablo hynë edhe arsyet e ndryshme sipas gjinisë. Burrat migrojnë kryesisht për punë, ndërsa 33% e grave largohen për arsye familjare dhe 30% në kërkim të punës. Për emigrantët aktual, rritet pesha e edukimit me 18%, ndërsa 15% e grave largohen për martesë. Përpara nisjes, gratë që më pas migrojnë kanë të ardhura më të ulta, me rreth $493 në muaj, krahasuar me jo migrantet me $643 në muaj. Jashtë vendit, të ardhurat e tyre rriten në rreth $1.558 në muaj. Në tregun e punës, punësimi grave migrante raportohet 31%, ndërsa për gratë e kthyera 36%, ndërkohë 24% e grave thonë se kanë marrë trajnim aftësish përpara largimit, ndërsa meshkujt duket se anashkalojnë këtë aspekt, pasi vetëm 17% e tyre pranojnë të kenë realizuar trajnime. Sa i takon nivelit arsimor të migrantëve jashtë, anketa tregon se profili është kryesisht me formim të mesëm, 31.8% e kanë të papërfunduar arsimin e mesëm, 50.2% kanë të përfunduar arsimin e mesëm, ndërsa 18% kanë arsim të lartë.